Kuvendi i Shqipërisë organizoi sot një takim për prezantimin e portalit e legjislacioni. Në fjalën e saj, kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali theksoi se me portalin e legjislacioni është ndërtuar një mjet për digitalizimin e procesit më të rëndësishëm parlamentar, siç është procesi legjislativ. Sipas kryeparlamentares, kjo platformë përveç aksesit informues, u jep mundësi qytetarëve, organizatave dhe shoqërisë civile, grupave të interesit, ekspertëve dhe aktorëve të tjerë të ndjekin dhe kontribuojnë në procesin legjislativ, nga faza e hartimit deri në miratimin në kuvend. Në një kohë kur bota përballet me sfida të mëdha të digitalizimit, të transparencës dhe të përfshirjes qytetare në vendimarrje, Shqipëria ka zgjedhur të jetë në anën e duhur të zhvillimit dhe kuvendi i përgjigjet kësaj tendence të kohës. Me këtë platformë, ne hapim një kapitull të ri në mënyrën se si hartojmë, diskutojmë dhe miratojmë ligjet. Kemi ndërtuar një mjet për modernizimin dhe digitalizimin e procesit më të rëndësishëm parlamentar, atij ligjvënës, ligjbërës, si një kontribut për avancimin dhe transformimin demokratik të shoqërisë. Nuk po miratojmë thjesht përdorimin e një teknologjie të re, por një cilësi të re të procesit legjislativ. E nënvizoj këtë sepse e-legislation është më tepër se një program kompjuterik. Është zbatimi një vizioni të ri për një proces ligjvënës më cilësor, më efektiv, më të hapur, më të aksesueshëm nga publiku dhe më të besueshëm. Po hedhim një hap të ri për të afruar qytetarët me kuvendin, për të ndërtuar ura komunikimi ndërmjet institucioneve dhe për të vendosur teknologjinë në funksion të demokracisë. I pranishëm ishte dhe ambasadori i prezencës së OSBE-s në Shqipëri, Michel Taran, ku tha se ky portal është më shumë se sa një platformë digjitale. Taran tha se e-legjislacioni është një gur themeli për procesin ligjvënës në Shqipëri dhe vjen si rezultati një pune të gjatë të realizuar nga Kuvendi i Shqipërisë me partnerët. Ambasadori cilësoi se kjo nismë e vendos Shqipërinë si një drejtuesi rajonale në reformën legjislative digjitale.